3-4-3. I duhet një qendërmbrojtës që të jetë krah Palovicit edhe Tomorit. I duhet një qendërmbrojtës i mirë. Nuk e di se çfarë kanë momentalisht synim me marr, edhe Derek Alabaja mund të ishte. Unë besoj që Alaba e kanë mbytur këto dëmtimet e gjërat, po Alabaja me qenë i plot e përballon shumë mirë kampionatin italian. Flitej për atë Aken. Po, edhe ai duhet se s'bën një qendërmbrojtës dhe i duhet në krahun e Salemakers, i duhet Dogut, ai që e ka Manchester United, e keni parë ato që e përdor Manchester United në krah? Italiani. Ai duhet ta marrë aty Milani, sepse duke parë skemën 3-4-3, edhe t'japë një nim shumë të madhe edhe 2 ansorët, ke mes fushë ansorë, siç është për shembull edhe Di Marco dhe Dumfries, kështu do të jetë ai djali i ri që e ka Milani, ai është i mirë, nuk është i keq, ndërsa ke Salemakers duhet Dorgu, që e shkruajti Klajti tani, duhet Dorgu, ndërsa Sulmi, jo themu Sulmin, edhe këtu do të ndalen pak sepse Fulkrug, pse ai nuk e dha veten këtë ndeshjen e parë, sepse ai nuk luan dot në sulm me 2. Në dyshe sulme, ai don përkraje nga krahët, edhe nëse do të jetë 3-4-3, atëherë sulmi do të jetë Leao, Pulisic dhe Fulkrug në qendër. Ta bëj këto informacione dhe atëherë do shikoni ju. Unë e kam parë shumë me vëmendje atë sulmues. Fulkrugun e kam parë edhe ke Dortmundi që arriti e çojnë finale Dortmundin ai përpara Realit. E kam parë edhe ke Newcastle, edhe ke kombëtare gjerman, ai lojtar goli është. Është lojtar goli dhe ka goditi shumë mirë, një shumë mirë portën. Por mos harroj që luajti vetëm pak, edhe me 2 sulmues, me skemën me 2 sulmues ai nuk lut dot. Nuk lut dot, sepse me 2 sulmues sulmuesi do t'i duhet me shku edhe pak nga krahu me mor topin. Për shembull Leao ka diçka aty. Shkon e merr topin nga krahët, por nuk është lojtar pyk. Ndërsa Fulkrug është lojtar pyk, por nuk e bën dot me shku me mor topin nga krahët, sepse kur lu me 2 sulmues, 2 qendër sulmit ka raste edhe hapën ndonjëherë ansore për me kap topat. Edhe po të luaj me këtë skemë me 3 sulmues, Fulkrug në qendër, nga krahët Leao edhe Pulisic, është super mirë. I duhet një qendërmbrojtës edhe ai lojtari i Manchesterit, Dorgu, në krahun e Salemakers.